Kjo është lufa, është një bimë e ngjashme me kungullin dhe kastravecin, por prej saj prodhohet sfungjer natyral. Prej 5 vitesh në Shqipëri lufa kultivohet nga Raki Belishaku, një fermer në zonën e Dimalit që furnizon tregun vendas me sfungjer natyral. Origjinën e saj ka nga Azia, mirë po në ndryshim nga kungulli dhe kastraveci që konsumohen, funksioni i lufës është krijoj fibrën e sfungjerit, e cila përdoret për të lartë trupin, por mund të përdoret edhe për përdorime të tjera në industri. Nisi si një ide e thjeshtë, kur e pam për herë të parë në një aeroport në Vietnam si produkt, dhe sollëm produktin e parë dhe pastaj sollëm farat e para dhe nisëm eksperimentimin në fushat ndryshme, në parcela ndryshme për të kuptuar edhe regjimet më të mira të kultivimit të saj, edhe derisa arritëm në produktin final, që është sfungjeri, që tani kemi rreth 5 produkte, duke fituar nga disje për frityrën, sfungjer për trupin, sfungjer për kurrizin, sapun me sfungjer, por së shpejti edhe sfungjer për enët. Në ndryshim nga sfungjerët e zakonshëm sintetik, ata të prodhuar nga lufa ndihmojnë edhe në mbrojtjen e mjedisit. Bota ka 70 vjet që ka zbuluar, që ka shpikur, krijuar sfungjerin sintetik nga poliuretani, i cili është një produkt masiv, por që ka një problem, nuk riciklohet dhe i duhen 500 vjet për të dekompozuar. Lufa është një alternativë e mirë ndaj këtij sfungjeri, për arsye sepse në momentin që ne hedhim në kosh për kompostimin ose në tokë, nevojitem vetëm 3-4 muaj dhe kthehet në ple. Pra kemi produkt që reziston, sepse në përdorim ne konsumatorët tani themi që ta përdorin për 3-4 muaj dhe pastaj ta ndrojnë për arsye higjienike. Raki Belishaku ka të mbjellë 1.6 hektar me lufa dhe ambicia e tij është që përmes ndihmës financiare nga projekti EU for Innovation si startup të bëhet kompania e vetme evropiane me një model prodhimi me cikël të mbyllur nga kultivimi deri te lancimi i produktit në treg. Ky projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, ka mbështetur financiarisht Belishaku në vendosjen e logos për produktet që prodhon, paketimin ekologjik dhe në ndërtimin e websajtit.